koha ime. Robotët ndeshen në për turne, ku tregojnë fuqinë e tyre. Unë jam komandant Akira. Ai që udhëheq ndeshjen me ekipin tim të robotëve luftëtar. Për të më ndihmuar të fitoja, gjyshim shkoi përtej teknologjisë, duke ju dhënë makinerive mendje njerëzore. E duke krijuar luftëtarin më të fortë për Çeliku. Daigander! Është një ndeshje robotësh luftëtar. Oh, nuk e kuptoj. E po, mendoj se duhet të mësoj të gjitha. Mirë, dëgjoj, një ndeshje robotësh është kur dy komandant i vënë robotët e tyre kundër njëri tjetrit. Një komandant? Oh, shkreti, do t'jetë më vështirë nga se mendoja. Prit pak, kam disa pamje vizuale për ty, shikoj. Pamje vizuale? E ke fjalën për syze dielli? Jo, mora Ivan. Oh, sa bukur! Kjo është video e ndeshjes tonë të parë. Ashtu është, mendova se mund të shikonin aksionet tona më të mira. Mirë, ai ish komandanti, pra unë, komandanti i tretë për gjuajt gjatë ndeshjes. Sa herë që e godasi një robot, humbet pikë, dhe ai që i humbi pari këto pikë, humbet të ndeshjen. Shikoje këtë tani. Mund ta bësh Daigander. Po, prit, nuk e bëre? E di, anullohet procesi Daiganderit. Daigu, të riqi vëmendjen. Ryugu, kape me shpatë. Përplasja e kalorësi. E shkëlqyer, prija të rjetën. Po, Ata ndeshen shumë mirë bashkë. Gjuajet e kijet. lëvizje e mirë nga unë. Jemi shumë të fortë. Por pa dyshim që janë nervoz. Ja ku vjen pjesa ime e preferuar. Ja do lëmban. Turneu i parë i ekipit Akira dhe fitohet. Dhe kjo ishte falmeje që përdor anullimin e bashkimit. Në fakt, kur e preva unë atë rrjetën, ndodhi që largova paticën. Ti e bëre këtë sepse ta kërkova unë anullimin e procesit. Ndoshta, por përsëri nga unë e fituar. Do të provosh një grusht. Edhe kjo pjesë e shpjegimit është. Ryugu dhe unë po krahasonim të dhënat. Hey, po pse nuk bëj një ndeshje servitore? Vlera rrotulluese përfundoi. Mirë, të shikojmë se sa i zoti jepon Rex. Ndryshimi i luftëtarit. Mos e merrni me kaq lehtësi nga që jemi në istërvitje. Sigurisht. Duket sikur jemi të gjithë gati. Do numëroj së prapsi. 3, 2, 1. Robotët luftëtar, luftoni. Mirë, ja ku fillojmë. Në fillim, tërhiqeni armikun dhe ndajeni. Jo kaq shpejt. Shpejt, tërhiqeni me njerë. Ata janë shumë. Oh jo, kujdes ka i sul. Ata i shpërthyen fare. Spata prej kocke! Në fund të fundit nuk mendoj se ishin aq shumë. Betejat e koda janë humbje kohe. Inspektor, duhet të bëjmë bashkë një ndeshje stërvitore. Prit pak. Në fillim duhet të mësosh të luftosh mirë. Çfarë? S'mund të nxitosh ashtu. Do kthehesh në skrap për metal. E po kështu ndeshëm. Jo, s'është më kështu. Nëse do të jesh Po pjesë më e kërkon ekipit. të kem besim tek ti, por dhe ti duhet besosh tek unë. Po pse të besoj kur ti ke humbur të gjitha ndeshjet? Ne kemi vite që ndeshemi kështu. Pse duhet mendojmë që idetë tua janë më të mira Ti se as nuk e tona? di deri në këtë mëngjes se çfarë ishte një ndeshje me robot luftëtar. Po ti, çfarë mendon? Si guxon. Udhëheqësi ynë s'na ka zhgënjur kur. Edhe ti mendon kështu Trebrirësh? Mirë, është një çështje e ndërlikuar. S'ma pëlqen të zgjedh, do eci pak kështu. Unë të kaj gardi atje. 3 prirëshi. Pra u vendos. Mos bëj gjuajtë të gjata. Jo nëse do ta fitosh ndeshjen. Duhet të mësosh të dëgjosh komandantin tënd nëse do të jesh një ekip fitues. Kjo është e vërtet. Dhe ta dish nga unë. E di sa e dhimbshme është të dëgjosh Akirën, por duhet bërë. Nëse një komandant më jep urdhra gjatë betejës, më shpërqendron shumë. Nuk do ta bëj këtë. Ti je i çmendur. Vetëm bëj kujdes. Harroje Akira. Të flasësh me këtë djem është ti të futësh pasën e dhëmbëve përsëri në kupet. Por Ej, djema! Ej, kam një ndeshje stërvitore për ju me Makoton më vonë. Makoto? E harrove? Ai është ka qyteti Arken. Oh, po, tani më kujtohet. Fermer, shko dhe kape! Tani që po e mendoj, nuk patëm mundësi të luftonin kundër ti. Sa po kontrollova të dhënat e tij në faqen e Federatës së Robotëve Luftëtar. Oh, mos. Shiko sa pika ngrumbulluar. Duhet të jetë ndeshur me të gjithë në fshat.
edhe me njerëz që nuk kanë robot. Do doja të ishim dhe ne aq lart në renditje. Mendon se mund t'i arrijm? Patyshim nëse do të ndesheshit me të tjerë, e jo me njëri tjetrin. Ikim atëherë. Hey, Bonrix, Trebrirës, Dispector, bëuni gati për betejën tuaj të parë. Ë? Vërtet do t'i përdorësh ata? Ata as nuk të dëgjojnë fare. As ti nuk dëgjojnë në fillim. Mrekulli, sill të njëjtat argumente, pse jo? Taj Shuttle, nisu! Sa më pëlqen kjo pjesë. E urej këtë pjesë! Do t'i fitojmë patjetër pikët që na duhen. Miru bafshim një ndeshje të mirë. Nëse do të dëgjojnë ata ty. Wow, ja kalon shëtitjes kjo. Vërtet mendon ta bësh betejën me ata 3 robot? Po, sigurisht që po. Njësia Bonrix dhe Dino janë pjesë e ekipit Akira, po ajsa dhe ne. Mendoj se po. Vetëm sa ata janë pjesa që do na bëjnë të humbasim. Nëse luftojnë ashtu si ndeshën në Servitjes? Oh, jo shumë. Bonrixi dhe të tjerët sapo thanë që do të ndesheshin sipas mënyrës së tyre dhe se komandanti vetëm sa i shpërqendron gjatë betejës. Përveç kësaj, stërvitja ishte sukses. E vërtet është? Po, Po, edhe kjo na duhej. Taj Shuttle, ktheu dhe na çon në shtëpi. Na duhet të shkojmë të marrim robot të tjerë. në asnjë mënyrë Taj Shuttle, mos u kthe. Këta djem duhet të ndeshen. Por nuk do mundesh të fitosh nëse ata s'të dëgjojnë. Nuk do ta dim pa e provuar. Po, por... Harrove se sa të vështirë e pata t'i shpjegoja për robotët luftëtar? Mendoj se dhe kjo gjë është si ajo. Është më e lehtë t'u tregoj atyre me veprat. Çdo thotë ti jesh një ekip, se sa t'u a them me fjalë. Mendoj se është më e lehtë t'u tregosh se çdo të thotë të humbësh. Ryugu, përpiqu ta sjellësh në vete, mirë? Ai ka të drejtë. Ë? Ndoshta gjëja më e mirë për të bërë është të mos flasësh dhe ta provosh. Unë them të Jeni ndeshën të dy të çmendur. Ki besim, gjithçka do të jetë në rregull. E ke votën time, miku im. Forca ekipi Akira! 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 Do Forca ekipi pushoni ju të Akira! dy! Ndoshta duhet të luftosh me do Kjo do fermer. të ishte shumë mirëzore për fermerin. Me që po flisim për këtë, ja ku arritë. Hey, Makoto! Hey Akira! Të lumë për gjithë pikët që ke fituar. Nuk e mendoja se ju doja dilni të mban çuna. Jemi këtu dhe jemi gati për betejë. E di që mirë e keni. Hey fermer, dilni që andej. Sa mirë që ju shikoj. Më mbani mendje ma? Jepini fermer, pse nuk përshëndesni? Jo mua, hajvan. Duhet i përmisoj procesorët tuaj. Ata të lajthiturit janë kundërshtarët e tu? Humbje Është vetëm një kohë. humbje Pse kohë. erdhëm deri këtu nëse nuk do të përpiqemi të bëjmë një ndeshje të mirë? Sa e vështirë është të kesh gjithnjë të drejtë. Betejë e sotme është një ndeshje hibride 2 me 2. Prandaj është e rëndësishme që luftëtarët të punojnë së bashku. Po, shikoj ata fermerët. Majtas, djathtas, djathtas, majtas, djathtas, majtas, djathtas. Ma hoqi trurin. Nëse ata trutharët punojnë së bashku, edhe ju mundeni. Të paktën shpresoj. Mirë, tani pika e dobët e fermerëve është të kthehen shpejt, sepse ata nuk janë shumë të zgjuar. Nëse sulmoni nga të dy anët, duhet të fitoni me lehtësi. Mirë pra, jeni gati? Ma do zemrat të marrë ca pikë. Jo nëse ne nuk do ta themi fjalën tonë për këtë. Apo jo, Bonrex? Le t'i japim fund të gjithë kësaj. Komanda e fillimit. Ruhuni. Jemi prapateja. Pra më në fund do ta shikojmë se kush është më i miri. Shumë mirë e the, por unë e di përgjigjen. Kontrollohet numri i pikëve të gjuajtjeve. Gati? Hiha! Ta fitojmë edhe këtë djema. 3, 2, 1. Robotët luftëtar. Luftoni! Forca fermer, futuni atje! Mirë pra djema, ashtu siç tham. Punoni në ekip dhe pastaj Jo Bonrix, ktheu këtu. Jo për seri. Bonrix, ktheu më një herë këtu. Kjo është e çuditshme. Akira nuk mund ta bëj kështu betejën. Fermer, ekzekutoni kundër sulmit. Fermer!
kockës! Fermer! Në fakt, kjo po shoh shumë mirë. Duket sikur do ta fitojmë këtë ndeshje. Nuk është do një sfidë e rëndë për të mposhtur ngordhalaqët. Edhe ju të dy bashk nuk më mposhtni dot mua. Këta robotë luftëtarë janë shaka. Fermer, sulmoni! Tani! Bonrex, prapa teje! Mirë pra! Bëni një sulm të dytë! Ryugu, hyra vjetë mbroni Bonrexin tani! Shumë punë për të ecur përpara. Ryugu! Mos! Hey, qa me do se po bon? Jemi në të njëjtën anë, harrove? Nuk kam nevojë për ndihmën e askujt. Shikoni. Shpata e kockës. Fermer, vazhdoni ta vini poshtë! Shpejt! Çfarë? Mrekulli, kështu e gjunjë zonë, dhe tani mendoj se ka ardhur koha për ta mposhtur! Oh, mos, Bonrex! Ryugu! Ke ndërmend të rish ditën shtrirë apo çfarë? Shiko kush po flet. Zoti I ulur në trafike. Fermer, përdor stuin e kurit kundër ti, tani! Largu qandi! Mendon se nuk e kisha Fermeri ty, ka ardhur koha për të bërë punën tënde! To pikët e fundit janë tona tani çuna, nuk mundi u mbasim! Oh, mos! Si të dal nga gjithë kjo? Mbaruam. Duhet të ketë diçka që mund të bëjmë. Por si mund të ndeshemi kundër një mali me Dex? S'është e Mirë, mundur. Fermer ty, erdhi koha të japim fund kësaj ndeshje! Me këtë sulm, Bonrexi zotëroi edhe shumë. Ryugu! Po, mirë, unë do t'i bëj të gjitha gjithmonë. Do sa prandaj e më I miri. Fermer, jo! Për këtë po flisja edhe unë, tërmeti kalorës! Po vime një herë. Tërmeti kalorës. Po! Jetone! Fermer, ai po çlirohet! Edhe mund të jetë I lirë, por se di sa I Zoti do jetë. Robot luftëtar, këmbehuni. Mirë pra, mjaft të talla tani. Mendoj se ka ardhur koha të fus në lojë armët e mia. Shenë ato makina të blinduara. Jo, traktor të blinduar. Mirë, Daiku, Trebrirësh dhe Dispector. Tani e keni radhën ju. Daiku! Trebrirëshi, lufton! Bonrex. A je mirë? Mendoj se po. Nuk e kuptoj. Si humba. Ryugu, Daiku, procesi I bashkimit. Fermeri 1 kap Daikanderin. Fermeri 2 mposh Bonrexin dhe nxirre jashtë lojë atë. Sulmo fermerët nga të dy anët Daikander. Kuptova. Dispector dhe Trebrirësh, ju do të çoni Bonrexin në një vend sigurt. Ah, Për atë që I bëre Bonrexi do të shkatërroj fare. jo, prit, Dispector, Trebrirësh, ktheuni. Kjo nuk përsëritet më. Kjo ndeshje mbaroi. Bëni gjithçka, Fermer. Mos, Dispector, Trebrirësh. Oh, mos! Pikët e gjuajtjes së një Dino janë pothuajse zero. Edhe një goditje tjetër dhe ata morën fund. Daikander, ndim. Bukur, ne zbukurove ditën. Ha, mos, për pak e mposhta dhe një Dino. Mirë çuna, dua të bëni një sulm të dhëmbëzuar kundër Daikanderit. Nëse e gjunjëzojmë do ta fitojmë me siguri ndeshjen. Qëndroj edhe pak aty Daikander. Çfarë? Nuk do të fitoj kur kështu. S'do ta përballoj dot atë energji. Mos po tërsohen vallë. Fermer,
Sëpata me zinxhir elektrik. Hidhu, tani! Do shta ty koka nuk janë më mirë se një. Shumë i zgjuar. Geigander, goditja e dragojit! Fermer 1, pikërisht ashtu siç folëm, vllokimi tinzar. Kujdes! U tregove zgjuar, mendova se të kapa. Ky ishte një sulm i mirë. Gaiganderi s'do ta kishte parë vetë. Mos ndaloni Fermer. Unë i bëra komplimente, por prap dua ta mposh. Tani jepi fund, Geigander! Jo, ai s'mund t'i poshti vetëm ata të dy, Akira. Ai nuk është i vetëm. Kujdes, është në anën tënde të djathtë. Tani quaj me një goditje dragoi. Rri një sekonde, hidhu! Do shta kishin të drejtë. Mos bëj gjuajtje të gjata. Jo nëse do ta fitosh ndeshjen. Duhet të mësosh të dëgjosh komandantin tënd nëse do të jesh një ekip fitues. Duhet punuar në ekip. Përdor një bombë me drithra. Mirë, gati, shpejt shmange majtas. Mjaftas tani. Hidhu! Kujdes! Edhe një goditje e tillë dhe mbarojmë. Akira, shpejt! Duhet të na thuash çfarë të bëjmë. Duam të na komandosh ti. Por duhet të tregohesh i shpejt ose do të humbasim. Pra na thuaj çfarë të bëjmë. Mirë, Dispector, bashko me Geiganderin. Trebrirësh, kapi fermerët aty pranë shkëmbimeve. Bonrix, rri në pritje nëse do të kemi nevojë për pastrim. Çfarë? Të bashkohem me atë? Bëj çfarë të thot, ai është komandanti yt. Nuk kemi kohë për të zënë. Por Bonrex, Tani! shumë mirë. Ikim. Bashkim armatimi. Shumë mirë. Fermeri 1, tani varet nga ty. Thirreni jashtë. Bashkimi anullohet. Geigander, tani bashko me Trebrirëshin. Forca! Mund ta bëni! Edhe ju, por bëjeni më mirë. Ky është shansi yt, Bonrix. Hyr atje dhe ndihmo Geiganderin. Nuk do të zgënjehesh. Po, e di. Dhe faleminderit. Shpata e kockës! Oh, po më mbarojnë pikët. I kemi kapur tani djema. Tani përdori topin e dragojit me fuqi të plot. Tani zjarr! Fermer, mos! Pikët e gjuajtjeve 0. Ekipi Makoto unë poshtë. Fitues, ekipi Akira. Po! Ja dolën ban, jam me tronditur. Edhe një herë ekipi Akira triumfon mbi kundërshtarin e tij të dobët. Oh, më vjen keq Makoto. Nuk ka asgjë. Dëgjoj, faleminderit që na pritët. Ishte shumë argëtuese. Po, dhe mësova shumë teknika të reja. Oh, mrekulli. Atëherë gjithçka pa hatërmbetje. As pak, do të ktheheni përsëri, besoj. Mirupafshi Makoto. Mirupafshim. Djema. Mirupafshim, shihemi së shpejti. Punuat shumë sot djema. Si shpërblim duhet të punoni edhe 16 ara më shumë. Forca, priti shikoj, forca. Prisni, duhet të dalin në sistem në fillim. Ja ku janë? Ha, sa të Ju bukur djema bët vërtet një punë të mirë. Megjithse më shqetësuat për pak çaste. S'ke përse shqetësohesh kur jam unë këtu. E vërtet, duhet të zënë. Shumë për çesh. Më falni, Oh, hey, ç'kemi? Jeni mirë djema? ne kemi diçka për të thënë. Oh, mos. Sot u argëtova, duam ta bëjmë Më prapë. duket një mrekulli. Me siguri do ta bëjmë. Dhe shumë shpejt madje. Dhe gjithashtu donim të kërkonim ndjes. Wow! Faleminderit djema. Oh, ju djema po më bëni të kjeve.